Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo po i hapi të gjithë. Ndiqni një gjethe dafine në shtëpi dhe shikoni çfarë do ndodh për 10 minuta. Djegja e gjethes së dafinës në shtëpi mbetet një nga metodat më të mira natyrale për të trajtuar një sër problemesh. Sipas ekspertëve, gjethet e dafinës mbeten një ndër gjethet më mrekullueshme për shëndetin tuaj. Sipas tyre, ne zakonisht e përdorim këtë bimë dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimet, pa menduar se këta përbërës kuzhine mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është për shembull përdorimi i gjetheve të dafinës. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dinë se aroma e veçantë dhe dallueshme e dafinës ka një efekt qetësues në trupin e njeriut. Gjethet e dafinës kanë qenë prej shekuj pjesë e mjekësisë natyrore. Vetit e tyre të jashtëzakonshme mjekësore, si vetit e forta anti-inflamatore dhe njëkohësisht qetësuese, janë të njohura dhe të përdorura gjerësisht që në kohët e lashta. Përveç kësaj, besohej se gjethet e dafinës mund të mbështesnin edhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Edhe sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore i pranojnë përfitimet e mahniqme shëndetësore të gjetheve të dafinës, të cilat përfshijnë uljen e hipertensionit, mbrojtjen nga pagjumësia, si edhe kontrollin e niveleve të kolesterolit në gjak. Për të marrë përfitimet shëndetësore që gjetja e dafinës mund t'i shtojnë në ushqim ndërsa gatuani, ose mund t'i ndisni më lehtë me kujdes në një tasë rezistent ndaj nxehtësisë dhe kështu ta lini aromën që të përhapet ngadalë nëpër shtëpinë tuaj. Djegja e gjeteve të dafinës është njëkohësisht shumë e dobishme për të relaksuar muskujt, për të qetësuar mendjen dhe për të përmirësuar gjithashtu gjendjen tuaj shpirtërore. Djegja e gjeteve të dafinës gjithashtu mund të jetë një recetë mjaft e dobishme edhe për të relaksuar muskujt ndërsa gatuani, ose ju mund t'i ndisni lehtë me kujdes në një tasë rezistente në shtëpi. Gjethet e dafinës janë njëkohësisht shumë të fuqishme edhe kundër furtarës së zezë. Nëse insektet e kanë pushtuar kuzhinën ose oborrin tuaj, atëherë përdorni gjethe dafine për t'i zbrapsur. Vështirë se mund të gjeni një zgjidhje më të mirë se gjethet e dafinës për shkak se janë krejtësisht të sigurta për të përdorur edhe kur ju keni fëmijë të vegjël vërdall ose kafshë shtëpiake. Aroma e tyre e fuqishme funksionon për mrekulli edhe kur bëhet fjalë për të larguar furtaret e zeza apo insekte të ngjashme si këto. Dafina është një erëzë, lavdia e së cilës nuk do të shuhet kurrë. Këtu ju do të mësoni që gjethet e saj të dafinës kanë simbolin e lavdisë dhe ato vlerësohen njëkohësisht anë mban botës. Gjethet e dafinës bashkohen me vlerat e vajit të ullirit dhe ajo që përftohet është një kurrë vërtet fantastike shëndetësore. Përpara se ne të flasim për këtë recetë, le t'i hedhim një sy të gjitha vlerave kryesore të gjetjeve të dafinës. Sipas ekspertëve, gjetja e dafinës është njëkohësisht mjaft efikase edhe kundër rrëdhimbjeve. Ndërkohë, gjetja e dafinës stimulon edhe djersitjen. Kjo bimë forcon sistemin tuaj imunitar. Gjethet e dafinës përmirësojnë njëkohësisht mirëqendjen mendore. Si të përgatisni vaj ulliri me gjethe dafine? Këtë kur ju mund ta përgatisni për të trajtuar variqe dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata dhe 500 ml vaj ulliri.
Si edhe mund të shtoni rozmarin për të përmirësuar aromën e saj. Më pas, shtoni dhe shtypini gjethet e dafinës, hidheni në një kavanoz qelçi dhe kështu ju do të lejoni që përzierja e një trajtshme të bëhet sa më homogjene. Pas 2 javësh shkollojeni këtë lëng dhe me anë të një nape të pastër, vajin shërues mundet që ta fusni në një shishe qelçi dhe mbajini atë në një vend të errët dhe të ftohtë, ku rrezet e diellit nuk mund të depërtojnë. Si përdoret ky vaj shërues? Vajin me dafin ju mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni atë për të fërkuar kyçet dhe gjymtyrët të cilët ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues ju mundet që ta përdorni edhe për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën, infeksionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikojeni atë në të 2 anët e kokës. Dhimbja do të ikë për pak kohë. Këtë vaj ju mund ta pini gjithashtu për problemet e stomakut, mëlçisë dhe oreksin. Mundet që të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes për 30 ditë esëll. Këtë recetë ju mundet gjithashtu që ta përdorni sa herë ndjeni të nevojshme. Shumë ekspert janë të mendimit se vaji i ullirit gjithashtu mund të zëvendësoj aspirinën sepse arrin që të ulë temperaturën në trup. Prandaj, edhe gjethet e dafinës janë shumë efikase, ashtu sikurse vaji i ullirit kundër dhimbjeve të stomakut, zorrëve, probleme me mëlçinë dhe veshkat, apo për të përmirësuar oreksin. Ai gjithashtu rrit rezistencën e trupit, si edhe lufton të gjitha infeksionet. Këtë vaj ju mund ta përdorni edhe si një locion për problemet me lëkurën tuaj, akne dhe një kohësisht me pikat e zeza. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mundet gjithashtu të përdoret një kohësisht edhe për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar me problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi që ju të përdorni vaj, mjafton që të zgjidhni ujë me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin i cili do t'ju lehtësoj dhe kështu do të eliminoj të gjitha bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Por kujdes, sepse përdorimi i vajit të dafinës t'i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson gjithashtu shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të hiqësh qafes bokthin, atëherë përdor gjethe dafine. Lagje ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Sipas ekspertëve, një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet gjithashtu kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoid, i cili do të reduktojë irritimin në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, 2 elementë të cilat i japin zemrës forcë, si edhe mbrojnë nga sistemi juaj kardiovaskular. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja në shëndetësi, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.